Bushat? Jemi një situatë gati groteske, e cila e di me qa dhe kjo, në fakt, kur po dëgjoja Irisin mu kujtua. E mbani mend vitet 89-90, njerëzit po bëshin gati të ngrieshin rrugë se thonin nuk e dua më këtë sistem. Dhe çfarë ju thoshte elita komuniste e kohës? Apo popullit do japim tufzat, do japim arzat, pastaj do bëjmë edhe ca partiza, bashkimet profesionale do i bëjmë partiza. I bën ato? I bëm pra po ikën bashkë me partizat. Çfarë dëgjova kur tha Irisi? Do me thënë, ata thonë, ore, ju ka ardhur fundi, ndërsa përfaqësuesit e PS-s ç'a na thonë? Na thonë, do retushojmë pak ligjin për investimet strategjike, do rishofim për ligjet për ambientin, për mjedisin. Ore, ato thonë, s'duam t'ju shofim syt, edhe këtyre, se ty këtu s'pëlqen, edhe neve. Pra, vetë mënyra se si kjo elite mykur po i përgjigjet protestës, që këtu tregon që këta kanë dalë jashtë loje. Dhe prandaj, nga që janë jashtë loje, çfarë kërkojnë? Të bëjnë këta një përfaqësi që të vinë e diskutojnë. E ç'a do diskutojnë? Mua, unë nuk jam nga ata që protesta më duket kaotike edhe pa qëllim. Qëllimi është i qartë. Shifni parullat kryesore. Thonë, Rama tiki. Berisha dhe Rama në burg, natyrisht do i fusin burgat ati. Po, është metafor. Po, një mënyrë për dal nga loja. Ju erdhi fundi, prap. Pra, është një mjaft, stop, jemi deri këtu. Si arrihet politikisht jemi deri këtu, duke goditur njeriun që mban këmbë këtë sistem, i cili është Edi Rama. Pra, kërkesa është thelbësisht politike. I këti që jenë majtë kësaj piramidës që të shëmbet gjithë kjo piramidë. Ajo mund të marri Saliun, Agronin, Arlindin, Andin, nuk ka rëndësi. Puna është që kjo piramidë bashkë me atë që mban nga koka në themel, duhet tiki. Dhe kjo nuk bëhet, unë si jam shumë dakord me Agronin, pastaj kjo nuk bëhet duke thirrur zgjedhje. Sepse duke thirrur zgjedhje. Kemi të njëjtë riciklim. Ata njerëz po thonë, për ne zgjedhjet si bëni ju nuk janë më zgjedhje. Atere, zgjedhje me bajrat e Koçekut, me të njëjtat media që ata thonë bojkotoni mediat, me të njëjtat fytyra publike të diskredituara në Shqipëri nuk mund të ketë më se dihet do prodhojnë të njëjtin rezultat. Unë tani nuk po e kap nga politika, se politikën e thash, po e kap nga mediat. Në ditë e para kishte një slogan që më pëlqeu shumë. Doli njëri aty që e përsëriti 2-3 herë. E ditë shkeni tha, ne nuk na transmetojnë tha topi, klani, vizioni, mos bëni asgjë tjetër. Thjesht hiqni nga celularët tuaj aplikacionet e gjithë këtyre televizioneve dhe gjithë këtyre mediave që nuk punojnë për ju. Po në qoftë se kjo bëhet, çfarë impakti ka ke këto i vjertërson dhe i myk në sytë e publikut më shumë se çka mykur Edi Ramën edhe enturazhin e tij. Prandaj them, kjo lëvizje duhet të vazhdojë në mënyrë që sistemi të bjerë vetë. Po i kërkuam kësaj lëvizje, bëni një përfaqësi, shkoni 10 veta ke Edi Rama, që Edi Rama t'i ftoj prap, këtë presjen ke ligji i mjedisit, si ta bëjmë, këtë pikpyetjen ke ligji për investimet publike, si ta rregullojmë? Kjo nuk e arrin dot, problemi është nuk e arrin dot. Si arrit qeveria teknike? Qeveri teknike nuk ka. Qeveria teknike dhe çdo gjë tjetër, do më thënë, ka 2 opsione. O protesta dështon, o protesta ka sukses. Protesta ka sukses kur rrëzon
kreun e piramidës. Po që Atëherë protesta dështon dhe e kthejmë muhabetin aty ku ishte. I jep më shumë oksigjen, them Je unë. dakord me mua që thash që zgjidhja është sepse nuk do të qeveria teknike, zgjidhja është zgjidhje parakoshme. Si mendon ti që duhet të ekzistojë? Po zgjedhje parakoshme me bajrat do futesh prap. Po mirë, më jep zgjidhjen Me klanin dhe me topin do futesh. Protesta do vazhdoj 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, do arrihet qëllimi i parë, se protesta e ka një qëllim të qartë. Ore, Do reqja e Tiranës. Çfarë do ndodhi? Dikur dhe në Libi, pasi të roqën zvargat Kadafin, u bën zgjedhje. Por sa ko Kadafi ishte në çadër, nuk i shkonte mendja njeriu që do bënte qeveri teknike dhe zgjedhje. Pra këtu ata prandaj janë rrugë, sepse kanë kuptuar që nuk ju ka ngelur më as një mjet demokratik për të gjetur zgjidhje në këtë vend. Pra, objektivi minimal dhe maksimal i kësaj proteste, a dështon, a ka sukses, kjo është çështje tjetër, është rrëzimi i kësaj qeverie, pastaj do jenë njerëz tjerë, ti, ajo vajza, shumë tjerë që do flasin. Ra qeveria, Edi Rama dha dorë, qeveria e gjitha në blok. E di si ndodh Agron? Më falë, qeveri teknike, tranzitore, si do bëhet? Agron, Si do bëhet? Kush da qeverisi këtë vend? Agron, e vetmja gjë që mund të presi protesta është... Një sekundë. Agron, Apo do ta bëjnë, apo protestuesit do bëjnë Agron, një do t'ja çojnë Edi Ramës dhe thotë Një sekundë. Agron është e vetmja formë si që ka menduar protesta. Ne kemi një precedent. Kemi precedentin e vitit 97, kur Sali Berisha në tentativë për të bërë diktator, kishte shumicën e parlamentit, 90% deputetëve, por nuk bëri qeverinë e vetë. Pra, kur populli të detyron të merë nga të mbathura dhe të nxjerr nga zyra, ky është e vetmja rrugë e suksesit të protestës. Pra, kur Edi Rama si Sali Berisha në 97-ën, ta marrin nga të mbathura dhe ta nxjerrin nga zyra. Çdo lloj zgjidhje tjetër, ulje në tryeza, bisedime për qeverira, bisedime për retushime, është dështimi protestës në optikën time. Shikom, Agron. Jo, pesë se është rëzime për zgjidhjen, se është rëndësi, mund të jetë një mundësi, kjo që thotë... E vetmja gjë që ka parashikuar protesta. Qeveria teknike... Agron, më lejo një minutë... Unë se kam për shembull. Jetë mendim ka do t'ja respektoj. Jo, absolutisht. Tani unë nuk kam... Unë e dëgjova dhe respektoj, po nuk e kam. Duke debatuar e respekton tjetrin. Se kur thua ti thuj ç'dua se unë po them gjë tjetër, atëherë është... Jo, në rregull pra. Vazhdo pra. E pra. Ky po të pyet tani. Tani 96 97 nuk e di. Ky s'e kupton. Por nuk e kuptoj se si mund të bëhet një qeveri teknike nga deputet dhe nga një parlament i kontrolluar për pjesën më të madhe